Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm Nga Kalaja, një emision faktikisht që siç e keni ndjekur edhe nëpërmjet rrjeteve sociale ditën e sotme, nëpërmjet panelit që unë kam thritur, për mendimin tim një panel i nderuar, po sigurisht që atë do e vendosni ju pas si të ndiqni emisionin. Do të ndahet në dy momente. Momentin e parë kam një panel të ftuar me njerëz cilët unë do t'i anoncoj pak më vonë, por së dyti ne në pjesën e fundit të emisionit do të trajtojmë një çështje të një padije që ka shkuar në gjykatën kushtetuese dhe ka pranuar gjykata kushtetuese në raport me pensionet në Shqipëri me kryetarin e shoqatës Thinjat. Ndërkohë disa zhvillime të hetshme ka pasur, faktikisht të ftuarit që kam sot në studio më treguan dhe për një deklaratë fundit që ka ardhur nga Ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë në raport me luftën me Iranin, por nuk do jetë ky thelbi faktikisht. Thelbi do jetë 2-3 tema tjera që unë kam përzgjedhur ditën e sotme, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, çfarë po ndodh me Shqipërinë, me Gjermaninë që na ka bllokuar dhe me mesazhe tjera që jepen për shembull nga zonja Marta Kos, të cilët faktikisht e bëjnë pak shqiptarin e thjesht, disi të dyzuar se këtë besojnë. Pra jemi në rrugë mbar apo nuk jemi në rrugë mbar për me hyrë në Europë. Momenti tjetër ka qenë pikërisht nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, doli një lajm që deri me datë 31 mars do bëhesh vetingu i kullave në Tiranë, i parave, drogës etj. etj. Sot jemi me 1 prill, nuk e di a ka pas zhvillime në lidhje me këtë çështje dhe tema tjera. Pa humbur kohë, do doja t'ju prezantoja panelin, ka ardhur nga Anglia, sigurisht jo posaçërisht për emisionin tim. Aktivisti Milaim Nela, mirëmbrëma, faleminderit që jemi me mua sonte. Mirëmbrëma Ulon, kënaqësi të jem në emisionin tuaj dhe më shumë kënaqësi të jem në një emision të anshëm. Faleminderit. Gjithmonë emisioni im ka qenë një anshëm dhe e thot me drejt zoti Nela. Në krahun tim djathtë kam gazetarin e Top News, Gjoj Malësia, mirëmbrëma Gjoj. Mirëmbrëma, kënaqësi, faleminderit. Kam po ashtu kolegun nga TV Syri, Ardit Zeneli, mirëmbrëma Ardit. Mirëmbrëma. Faleminderit dhe të fundit, por jo për garancia, avokatin Altin Goxhaj, mik i emisionit, mirëmbrëma Altin. Mirëmbrëma, kënaqësi që jam këtu. Pikërisht sot në një ditë si 1 prilli. Mund gënjejmë sa dua, mos na e merr një prill. Ditë e shënuar. Ta bëjnë një si gjithë tjerët, polican politik. Tani ata e bëjnë 364 ditë, ne sot kemi vetëm mundësi. Okej. Altin, faleminderit për këtë hyrje. Shiko, me të thënë drejtën, zoti Milaim, do doja ta nisja me ty, ti rri në Angli faktikisht. Anglia ka dalë nga Bashkimi Evropian, ndërkohë ne duam të hyjmë në Bashkimin Evropian. Po sipas teje, sipas optikës tënde, në gjendjen që është Shqipëria tani, me zhvillimet që kanë ndodhur në Shqipëri, do me thënë në raport me çështjen Belinda Balluku, me drejtësinë, apo me historira tjera që besoj ju i ndiqni dhe i komentoni dhe penën e keni shumë të hollë dhe ju përgëzoj për këtë, ç'mendoni ju për situatën? Tani, kur unë dhe avokatin në vitin 90 kemi dalë në protestat e studentëve atëherë, parula kryesore ka qenë e duam Shqipërinë si gjithë Europa. E duam Shqipërinë si Europa, jo Shqipërinë në Europë. Tashi, unë e kam një eksperiencë gjatë që jetoj në Britaninë e Madhe, ku për shumë vite ka qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Edhe sot jam i kënaqur në një aspekt që shqiptarët më në fund kanë filluar ta kuptojnë se çfarë katastrofe është Bashkimi Evropian. Është një klub i shkatruar totalisht, ku nuk e merr vesh i pari dytin, nuk merret vesh as politika, as politikat, as Parlamenti Evropian, as vendimet që merren. Dhe sot mendosh dhe të ndikësh zyrtarët evropian, sepse Europa për shqiptarët këtu janë përfaqësuesit e Europës këtu. Deklaratat e tyre që tani na duken skandaloze, po skandaloze kanë qenë gjithmonë, që është e vërteta, por tani jemi kthjelluar dhe arrim t'i kuptojmë. Unë tani jam një nga ata skeptikët që jo vetëm për faktin se ka dalë Britania e Madhe nga Bashkimi Evropian, por duke kuptuar se si funksionon ajo makinë e stërmadhe, vetëm rrogat, ju besoj si gazetar du të keni marrë vesh se çfarë rrogash astronomike marrin. Kanë rrogat larta? Nuk po pyes për vetë, po pyes për publikun. Jo, po flas për infrastruktura, burokracia e Bashkimit Evropian janë rroga të stërmëdha, të jashtëzakonshme. Edhe janë as pak eficiente. Edhe kjo ndjej keqardhje që ideja dhe dëshira e shqiptarëve për të shkuar në Europë, sepse
Duhet kuptuar, Aulon, çfarë kupton shqiptari i thjesht me antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shumica dërmuese e shqiptarëve e kuptojnë antarësimin si një të drejtë për të shkuar dhe për të punuar, për të punësuar në Bashkimin Evropian. Kjo është duke të rëndonë. Përveç i lirisë së lëvizjes, se tani kjo ndryshoi që nga viti 12, tani e kemi, por përgjithsisht është për të hikur, për të shkuar, për të punuar, po jo për ta bërë Shqipërinë. Unë di Slovenia, për shembull, nga vendet e boshtit lindor, ka qenë një nga vendet skeptike, me sa di unë në Sloveni është bërë referendum për të pranuar për t'ju bashkuar Bashkimit Evropian, ose jo, dhe kjo më shumë se 10 vjet më parë, kur ndodhi ajo. Ndërsa sot këtu gjendja është katastrofale dhe unë po shpresoj që ky euroskepticizmi të rritet në aspektin që ne të thjellohemi se çfarë duam për vendin tonë. Sepse edhe kështu siç po shkon, duke patur parasysh edhe konjunkturë dhe marrëdhëniet me fqinjen, do të jetë kosto shumë e madhe për Shqipërinë. Sepse marrëveshja e Dejtit, ajo që u bë në vitin 2009, ishte një kosto, lëshimet që u bën atë kohë u bën për efekt të ndarësimit në Bashkimin Evropian, që të shmangi veton e Greqisë. Marrëveshja vdiq. Po tani, sepse ajo ndodhi në një kohë kur ishte kriza financiare e Greqisë, ishte momenti më i volitshëm për ne dhe më i pavolitshëm për ata. Po sot çfarë do kërkojnë ata për të lëshuar pe që ne... Lere deri këtu tani. Gjojf, të njëjtën pyetje në fakt kam dhe për ty. Si e shikon këtë moment Shqipërisë në raport me Bashkimin Evropian? Ardon, ka ndodhur një përplansje e madhe mes diplomacisë së Shtetet Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Në vetë Bashkimin Evropian, mendoj që është momenti më ekzistencial, pra ka një debat të madh se çfarë është Unioni, nëse duhet funksionoj me veton apo jo, se cila është ardhmja, se sa po humbet, po themi, suvereniteti i vetë shteteve. Edhe kemi parë, për shembull, vende goxha skeptike si Hungaria, për shembull, që kërkon më shumë suverenitet. Në dallim nga shtetet tjera, Hungaria mbetet, po themi, vendi më euroskeptik, por nocione euroskeptike ka në shumë shtetet tjera. Çuditërisht në Shqipëri, po themi, dëshira për të antarësuar është shumë e madhe, informacioni se çfarë ndodh në brendësi është shumë i pakët. Unë besoj se Shqipëria hyn tek vendet që do të përfitonte nga antarësimi në Bashkimin Evropian, por ky përfitim nuk vjen pa bërë dhe ne detyrat tona, si thua. Dhe në këtë kuptim Shqipëria po shtyhet për të antarësuar më shumë për shkak të arsyeve gjeopolitike sa për meritën tonë. Dhe në këtë kuptim ka patur gjithashtu zhvillime që e penguan atë vrullin që mori Shqipëria në 6, 7 apo 8 muajt e fundit. Kujtojmë që edhe mediat evropiane shkruan për një antarësim të shpejt. Pse ndodhi diçka e tillë? Arsyeja është rasti Ballukut në bazë të komunikatave që ka bërë vetë Bashkimi Evropian, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe shtetet. Mbretëria e Bashkuar nuk është pjesë e Unionit, por gjithashtu ka një zë në proces. Gjermania ka qenë një nga vendet më të ashpra gjithashtu në reagim dhe besoj që jemi në këtë fazë ku ka shumë pikpyetje se sa realisht të acaruar do të jenë Gjermanët ose shtetet tjera me votimin që u bë për mosheqjen e imunitetit të Ballukut në parlament. Dihet që Gjermania ka qenë goxha skeptike, po sa do të manifestohet kjo në një blokadë konkrete, kjo mbetet për të parë. Ka gjithashtu, se jo pa qëllime përmenda dhe përplasjen diplomatike, ushtarake, edhe në shumë dimensione të Amerikës me BE-n, Rama më përpara mburrej që Shqipëria ka një politikë të jashtme 100% unifikuar me BE-n. Kujtojmë që dhe në, për shembull, për rezolutat mbi Palestinën votonte, siç votonte Bashkimi Evropian, për shumë çështje tjera, kur kishte një diferencë të vogël mes Amerikës dhe BE-s, Shqipëria votonte krahas BE-s. Tashmë ndodhi përplasje e madhe kryesisht për çështjen e luftës me Iranin, dhe shohim pozicion më ndryshe të Shqipërisë. Nëse do më pyesje mua, nëse duhet zgjedhim mes BE-s dhe Amerikës, duhet zgjedhim Amerikën për shkak kontributit historik, por kam përshtypjen se Rama po tregohet pragmatist, pra nuk po bën një zgjedhje idealiste, por ndikuar
nga rrethanat konkrete. Dhe në këtë kuptim, për të ardhur prapë tek Bashkimi Evropian, kemi një situatë komplet ndryshe nga ajo që kishim muajin parë. Për mua ka humbur ai vrulli që besoj në cilin Shqipëria po. Okej, Ardit, njëjtën pyetje faktikisht. Si e shikon ti vrapin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Apo kemi vrap kështu me ik mbrapa, se do më thënë ka vrap me ik përpara, ka vrap me ik mbrapa. Po tjetër, varet për nga e mirë drejtimi. Këtë aspekt, unë jam nga ta që besoj se Rama ka njës me vrap edhe për tatë pjetën e ti politike. Për poshtë, do më thënë. Për poshtë, me vrap. Po duke e njës pak edhe nga vitin 1990, ku parafolësi e shprehu që ishte i dëshirë, duam Shqipërinë si gjithë Europa, kjo ka qenë një ëndër e madhe dhe i dëshirë e madhe gjithë shqiptarëve, domethënë atyre shqiptarë që u përballën me diktaturën komuniste këtu për 45 vite me radhë, dhe në 90-ën panë diçka që mund ndryshonte. Tani, se sa rëndësishme është Europa për shqiptarët, unë du ta lidh edhe me premtimin e vetëm që bëri Rama apo me kalin e betejës që mori mandatin e 4 si kryeministër, ku vetëm gjë që premtoi ishte pasaporta europiane. Pra me këtë gjë ai i manipuloi, domethënë e qelloi aty ku shqiptarët e kishin si thonë atë interesin e vet. Kështu që për shqiptarët është shumë e rëndësishme integrimi evropian, edhe kjo gjë e kanë treguar. Në aspekt me Ramën dhe përplasjen në Europën, siç e tha edhe kolegu më përpara, për mos të rënë përsëritje, aty duket që Gjermania është totalisht që i ka bëri blokadë edhe po kërkon që të zbatohet ligji, të ketë standarde në këtë vend që quhet Shqipëri, por që më shumë du ta shoh edhe në aspektin e opozitës të pjesë. Nësa po të referohemi muajve të fundit, aktiviteteve të fundit, përveç një vizite që kam pas në Bundestagun Gjerman, delegacioni i Kuvendit Shqipërisë, ku ka qenë pjesë Taulant Balla, aty Niko Pelieshi, kam bërë edhe atë lojën me mos ftesën e opozitës që ti ishte prezent në këtë delegacion. Përveç kësaj vizite nuk shohim më asnjë lloj lidhje tjetër qeverisë apo të instrumenteve shtetërore, qeverisë Rama me Bashkimin Evropian. E vetmja gjë që mund të them në këtë moment është lëvizja e opozitës, që me sa duket opozita në këtë moment e ka shfrytzuar, e ka kapur situatën. Mos harrojmë edhe dje kishim një vizitë të delegacionit të Këshillit të Europës, që ka zhvilluar edhe lideri i opozitës, ka shku vetë në kryesinë e kuvendit ku është taku me këtë grupin. Aty, sipas tij, i është vënë në dieni Këshillit të Europës gjitha problematikat me cilat po përballet opozita në Shqipëri. Edhe për mendimin tim e shoh që aspirata e shqiptarëve në Bashkimin Evropian po përfaqësohet në këtë moment vetëm nga opozita shqiptare, e cila duhet luajë një rol edhe më aktiv edhe më të fortë për të marrë fatet e vendit, pasi me Edi Ramën tash më duket se nuk kam asnjë lloj perspektive Europiane. Europiane, jo. Okej, avokat, jo pa qëllim të lash në fund për më na dhënë një. Po, unë jam pozitiv vështirë në raport me veten dhe me ju të gjithë për faktin se euroskepticizmi si perceptimi imi dhe qëndrimi imi politik është shpallur zyrtarisht ditën që Facebooku çliroi videot live. Ishte viti 2017. Dhe duke qenë se isha në censur plot nga 2014 deri në 2017, video ime e parë ishte prezantimi i qëndrimit tim euroskeptik, që është një situatë e veçantë në këtë emision, sepse këtu në Shqipëri nuk flitet për euroskepticizëm. Ky është emisioni i parë që janë më shumë se 2 zëra që flasin për euroskepticizëm. Dhe unë e them këtë gjë me plot gojën sepse nga një anë Rama, që është një presion të madh europian, se tush diskutimin e ka me opozitën kush është me Europën, kush është me Europën, po unë sinqerisht them, inshallah dështojnë gjithë ta që ne të mos futemi në Europë. Dhe kjo mund të jetë kontradiktore për shumë njerëz. Por ato të mira që të ofron Evropa në raport me çastin e Ramës, që është në hall me Europën, kanë ca pasoja shumë të rënda në perspektivën e afërt dhe të largët, që ka të bëjë me atë që ka duan shqiptarët dhe atë që ka ofron Evropa. Shqiptarët duan të marrin një copë pasaportë dhe ç'duket. Kurse Europa do të prodhojnë këtë lloj vendi, një grop të madhe të ekzistencës tonë, si kom, si popull, si vend, për shkak se do të favorizonte pikërisht atë projekt të kriminal që Rama me Sorosin kanë ndërtuar dhe kanë thurur prej 36 vjetësh dhe 34 vjetësh, dhe që tashmë është në kulmin e vet, që Shqipëria e futur në një rritëm e rimangës, një sekt që po i pinë fundin,
sepse këtu do zëvendësohemi me 1 milion sklever nga Filipinet dhe India dhe 100.000 kolon nga Izraeli. Të pakënaqur me jetën e Izraelit. Që është projekti i Izraelit që është hapur dhe në Europë askush s'guxon të hapi gjysmë fjalë, sepse dihet që influenca e luftës së dytë botërore në raport me fajin ndaj hebrejve është manipuluar totalisht nga ajo që quhet industria e Holokaustit, që është një mënyrë se si është kontrolluar gjithë politika e Europës në raport me interesat e Izraelit. Tani këtu do vinë 100.000 izraelit në Shqipëri. 100.000 kolon, është më shumë se aq. Po pra na e shpjegoj. Kolon. Po ma zhvillo pak këtë. Sa po doli statistika e fundit e blerjeve imobiliare të vitit kaluar. Po. Për 38% ishin drejt për drejt blerje të huaja, që ishte një shifër shumë e madhe, po ishin të huaja. Jo sepse ju e dini, kur blen shqiptari nga Europa, blen si shtetas shqiptar, jo blen si shtetas shqiptar. Se ka arsye dhe fiskale dhe shumë arsye tjera. Por 38% do thotë që janë gjithë tuaj dhe asnjë nuk blen përveç se judejve në Shqipëri. Kush njeh në agjenci kupton që personat e huaj që vinë janë thjesht o drejt për drejt o indirekt po ata. Dhe kjo ndodh për vit duke u shtuar dhe ishte shtuar 2 fish vitet e kaluar. Ajo që dua të them unë është që projekti evropian për Shqipërinë, që u konceptua nga ne në vitin 91, ishte projekt shumë romantik, shumë i bukur dhe ne do futeshim në Europë shumë shpejt më parë nga çdo vend tjetër në Europë. Kur parashikoi Eltin sipas projeksionit? 2000. Për 10 vjet. Po, sepse Shqipëria nuk ishte antar i Traktatit të Varshavës. Po. Dhe kjo jepte një avantazh juridik të jashtëzakonshëm, pasi kishte ca rregulla loja në atë kohë, dhe kishte ca pengesa në atë kohë, dhe Shqipëria po pësonte një përparim të jashtëzakonshëm që urxua me kurthin që u ngrit me piramidat. Ndjes avokat, ne ishim në atë kohë në marrën shumë mirë në radhë me Polonin, 2 vendet më të para për të planuar Bashkimin Evropian. Dhe ne kishim një avantazh që Polonia se kishte. Dhe ishim vendi i parë që kishim kërkuar antarësimin në NATO nga gjithë bloku lindor. Ish vendi i Traktatit të Varshavës. Dhe gëzonim një mungesë pengesash procedurale, për shkak se Shqipëria ishte shumë e kollajt, ishte shumë e vogël dhe menaxhoi shumë thjesht. Dhe kishin edhe shumë hall për destabilitetin e Jugosllavisë atë kohë, që Shqipëria të mbyllte ciklin, të ishte pjesë e BE-s, që të ishte vështirë për Serbinë të prodhonte luftë. Pra kishte disa shkaqe. U ngrit kurthi i piramidave nga armiqtë e Shqipërisë dhe u krijua ajo lufta civile, që ishte më tepër, si thosh, një grusht shteti, rebelim ose më saktë një veprim marksist do ta quaja, i stimuluar, i sponsorizuar nga armiqtë e Shqipërisë, Serbia dhe Greqia. Dhe projekti dështoi i Shqipërisë në atë kohë dhe më vonë u bëi pamundur. Qartë. Dyta të thoja që projekti aktual i Bashkimit Evropian është shumë i diskredituar në një pikë. Unë kam deklaruar në këtë televizion në 2 javë, njëra pas tjetrës, 2 diela, pasi u detyrova ta bëja edhe dielën e dytë, një ngjarje shumë të rëndë që ndodhte me Shqipërinë, që mua më erdhi dora e parë nga Brukseli, dhe Rama brenda 4 ditëve nga deklarimi im filloi të ndryshoj gjithë qëndrimin e vet në raport me BE-n për shkak të asaj që nxorra unë këtu. Shqipëria ishte një laborator i madh i një grupi brenda BE-s për të studiuar populatat në kushte të mungesë sigurisë ushqimore, ndërkohë që falsifikoheshin formularët në bashkëpunim nga Rama dhe ata, sikur Shqipëria plotësonte kriteret e sigurisë ushqimore. Sepse ideja ishte që ata në 2028-ën si thosh të mbyllin ca cikle. Dhe Rama ju e mbani mend para 6 muajsh, thoshte do futemi pasaportë evropiane apo. Unë zora një të dhënë që më erdhi dora e parë nga Brukseli, nga një shtetas jo shqiptar që ja dha një shtetas shqiptar, dhe që Rama brenda 4 ditësh doli në televizion dhe ka filluar të flas, të tregoj që Shqipëria ka një problem me sigurinë ushqimore dhe sikur të futemi në Europë pa e plotësuar kriteret. Ndërkohë që deri atë moment nuk kishte treguar që ne e kishim të falsifikuar formularin, por ajo që bëra unë shkoi 300.000 shikime dhe vajtim në Bruksel, sepse unë burim nga Brukseli e kishte. Dhe personat e Brukselit që bashkëpunuan me Ramën për të falsifikuar raportin ton për integrimin BE, u vënë alarm sepse ishin kapur gjithë me preshë dorë. Dhe ç'bën, ndryshuan formularin dhe Rama filloi të flisë që jo ne kërkojmë BE-n, po i kërkojmë një BE-s, një avantazh për sigurinë ushqimore. Kishte gjuna herë këtë muhabet ju? Jo. A pra. Por ajo që ishte e rëndë ishte që ne ishim kavje. Domethënë, kishim 5 vjet që nga koha pandemisë ishim kavje. Tek ne futesh gjithçka e ndyrë, që është helmuese, është e pa qëndrueshme, pa sigurt etj etj. Dhe ne na studionin nëpër spitale, në statistikat të ISHP-s, se si reagon kjo popullsi, pak ishte eksperiment
që ka të bëjë me si do reagonte një shtet, një popullat në Europë në mungesën e kushteve. Dhe ç'bënin ndërkohë? Mbanin të gjithë formularët sikur ishim rregull ne, sepse ishte interesi i përbashkët. Këta jemi ne për Europën. Ne jemi një, si thosh, nevoja për një VC, nevoja për një laborator, por nuk ka asnjë, si thosh, po thuash një Europë e cila është e kujdesshme për një Shqipëri e për tjerë. Pra njerëzit heqin këto iluzione. Prandaj je euroskeptik ti domethënë. Jo, kam qenë se euroskeptik para sa merrave shkëtë. Mirë, jo, e flas edhe për këtë, edhe për arsye tjera se ti edhe për marrëveshjen Rama Meloni e ke denoncuar dhe ke çu Turakun atje. Pra, ke thënë, pra në këtë kuptim ta bëra pyetje. Jo, unë mund të them plot gojën që do kuptojmë vonë nga një pjesë e shqiptarëve, kush di sistem shajt tash. Por është i sigurt që kushdo që zgjuar nga gjumi, kushdo që e njeh Europën, kushdo që e njeh si nga Anglia, kushdo që e njeh si nga Brukseli, kushdo që e njeh si nga Italia, disa gjëra shumë të thella, të cilat po ti shikosh në interes kombëtar, ne do ishim të humbur shumë po futesh në Europë. Zoti Nela, tani Rama ka gjetë një zgjidhje, jemi vërtet domethënë, thotë që bashkë me Vučićin, nuk e di e ke pak të. E kam ndjekur po, deklaratën e përbashkët. Që mos ta zgjas kot domethënë, çfarë mendimi ke për këtë? Unë mendoj që Rama dhe Vučići në Europë. Rama nuk e ka patur asnjëherë synim dhe qëllim antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kur? Asnjëherë. Që ditën e parë që është bërë kryeministër. Ai e ka përdorur këtë kartë për si fasadë për të treguar lider ndaj Evropës dhe njëkohësisht për fituar brenda opinionit krejt pa edukuar, ndjes që e them, shqiptar që nuk i kupton makinacionet që përdor ai. Ai e përdori pasaportën europiane thjesht për fasadë, për vota, dhe në momentin e parë që ju dha mundësia, pasi siguroi pushtetin, e gjeti, mund të jetë edhe kjo, as e vend dyshim se avokati ka dhëna të sakta dhe sigurisht ushqimore, por Bashkimi Evropian e shef Shqipërinë sipas meje krejt ndryshe, e shef jo vetëm si një burim të forcës njerëzore për punë, për ta përdorur, njëkohësisht e shef edhe si vend përmbetje toksike, sepse shumë pak çështje e mbetrave toksike që kalojnë nëpër Shqipëri dhe shkuan në Tajland dhe në vende tjera nuk është bërë publike, por edhe kjo me sa duket ka shumë gjëra që janë shumë serioze aty. Unë nuk besoj kur asnjëherë që Rama nuk e don edhe po t'ia afrojnë ata antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ai do gjejë një marifet që në momentin e fundit që ta dështojë. Sepse Bashkimi Evropian, edhe kështu siç është me këtë burokraci, do ta vendosë Shqipërinë në një mikroskop elektronik për drejtsinë, për qeverisjen, për gjithçka. Dhe kjo e nxjerr fiasko komplet rilindjen, sepse rilindja ndryshe nga gjitha qeveritë para vitit 2013, nëse ka pas një strukturë shteti, ky e shkatroi çdo lloj infrastrukture të shtetit. E shkatroi drejtsinë totalisht në maskën e drejtësisë së re, bëri një drejtësi që mbron vetëm bandën e tij të rilindjes. Shkatroi, domethënë, shërbimi shëndetësor është katastrofë, shërbimi shëndetësor është më keq se që kam lënë unë në vitin 98. Gjithçka ndërton fasada dhe ndërtesa të bukura, po si shërbim është i degraduar dhe më vjen shumë keq ta them. Është arsimi po ashtu është shumë më keq, është një nivel mizerabël dhe më vjen keq ta them që ka elemente që kanë studiuar në mënyrë autodidakte dhe universitetet kanë talente, po talentin në çdo situatë e nxjerr veten e vet. Duhet kultivuar edhe talentin. Po si strukturë, që nga Universiteti i Tiranës dhe gjitha universitetet private që po të futesh, unë është atje është një farë skeme ku futem unë i bëjnë ca anketa ata, dhe në momentin që fusun Universiteti i Tiranës, thot nuk duhet më këtu mbyllet anketa. Pse? Sepse niveli, rankimi i universitetit është shumë dobët. Nuk është në asnjë lloj forumi, je në një nivel mizerabël. Edhe media sociale, nëse është niveli në atyre që janë me doktoratura që shkruajnë nëpër medien sociale, janë gabime trashanike, nuk ngjit ai nivel absolutisht askund. Plus asaj, ti ke nivelin e profesorëve dhe doktorëve për numrin e popullsisë më të lartë në Europë. Ne këtu në Shqipëri. Pikërisht. Dhe nuk i përgjigjet realitetit. Këtu nuk bëhet shkencë. Nuk bëhet shkencë në mjekësi. Paulan Balla është profesor doktor apo jo? Edhe mund të jetë. Edhe mund mos jetë. Se më kujtua ajo te koçet e vola, të jetë kungull vall. Edhe mund të jetë, edhe mund mos jetë. Ne aulon që të themi atje, ne duhet i prezantojmë Europës patentën tonë. Kush jemi ne? Çfarë i japim Evropës? Ne kemi kulturën,
kemi historinë që e kemi realisht dhe nuk arrim të na japin na e vidhin tjerët. Po. Ne kemi shumë gjëra për t'i dhënë, kemi dështuar në të gjitha. Jo, për krahun e punës vetëm i pyetje kam unë para se të shkojmë publicitet. Ne krahun e punës ja kemi dhënë në Europë. Pikërisht, po kërkohet më shumë. Ka që duhet atyre. Po mja e kam dhënë pa na fut në Europë, se ne po ja japim. Nga viti 2013 deri më sot, unë si një person që një angazhuar që në thedyshin me institucionet e ndërkombëtare dhe sidomos Bashkimin Evropian, mund ta them me plot gojën që gjithë krimet që janë bërë kundër këtij vendi, agjenda e shpopullimit, është bërë bashkëpunimin më të ngushtë të mundshëm me të gjithë diplomacinë europiane në Shqipëri. Edhe kanabizimi i Shqipërisë? Kanabizimi i Shqipërisë është një projekt ndërkombëtar në interesat gjeopolitike të asaj kohe. Dhe arsyeja pse aeroplanët e Italisë me që jemi në 10 vjetorin e kanabizimit. Nuk gjenin që dhe ambasadori amerikan thoshte në Shqipëri s'ka kanabis. Ti kupton shumë mirë që ishte një projekt i përbashkët. Do të shkojmë në hapësirë publicitare, kthehemi për pjesën e dytë të emisionit, do vjojmë me Gjoj Malsin, pjesën e dytë, publicitet. Jemi rikthyer për pjesën e dytë të emisionit. Gjoj, do doja ta vjoja me ty faktikisht. Kemi parë një lëvizje të Ramës në raport me Vučićin për të shku drejt Bashkimit Evropian, u quajt editorial, nuk e di, si e pe këtë reagimin të... Ka qenë një editorial i përbashkët për prestigjiozen Frankfurter Allgemeine Zeitung, ku kryeministri ynë dhe presidenti i Serbisë sugjeronin që vendet tona të përparonin si të qalë në Bashkimin Evropian, pra pa disa prej drejtave kryesore. Çdo vend i Bashkimit Evropian ka drejtën e një komisioneri, që është praktikisht një lloj ministri, që ka, si thua, një lloj prioriteti, një fushë caktuar. Mund të jetë siç kemi ne Ministrinë e Brendshme, Komisionin e Jashtëm, mjedisin, shumë fusha, po nga burokracia e BE-s janë bërë, me thënë drejtën, dhe shumë komisione që realisht sjellin një lloj pikpyetje nëse duhet të ketë çdo shtet një të tillë. Gjithashtu edhe për të drejtën e vetos. Pra Rama thot, edhe Vučić thot që mos kemi as veto, mos kemi as komisioner, pra të pranohemi si pjesë integrale, po pa disa të drejta. Më duket jo diçka e drejtë, por ajo që bën përshtypje është se pak ditë pasi bën një artikull të përbashkët në këtë gazetë prestigjioze, Rama dha një intervistë për media turke ku fliste për skenar hipotetik, ku thoshte nëse sulmohet Kosova, është sulmuar dhe Shqipëria, ndërkohë që nuk po e thot njëri diçka të tillë. Ndërsa Vučić, pasi bleu raketa ajër-tok nga Kina, fliste për gatishmërinë e Serbisë për mbrojtur interesat kudo në Ballkan. Rama bëri një vizitë në vitin 2014 në Serbi, nëse kujtojmë të gjithë provokacion e famshme, dhe vendet kishin gati mbi 7 dekada, në mos gaboj, pa raporte diplomatike. Në atë kohë, besoj se ishte pozitive që të vendose një lloj normaliteti me Serbin, duke qenë se edhe Bashkimi Evropian po na etiketonte si një lloj bloku ballkanik që do duhej të integrojë. Ishte pozitive që të vendosi një lloj normaliteti në kontekstin e fqinjësisë, por më pas raporti mes të dyve u zhvillua deri në absurdet e kësaj që unë sapo thash. Pra, këtu bëjmë një editorial përbashkët, 4 ditë më vonë flasim për skenar hipotetik lufte. Mendon që mund ketë një prapaskem të kësaj marrëdhënie? Jo, po dhe në një çift dashuror, mbasi periudhë kohore që dilni, bëhet pyetja e madhe çfarë jemi ne, e kupton? Kështu që dhe Rama me Vučićin duhet ja bëjnë këtë pyetje vetes, nëse janë një lloj çifti politik, të po e them më shumë për batut. Dhe në këtë kuptim duhet ndarë disa shtylla kryesore të marrëdhënies, ku shtylla kryesore për Shqipërinë duhet të jetë Kosova, për çfarë qëndrimi do të ketë për Kosovën. Tani kur Bashkimi Evropian janë ndan Serbisë shapin nga sheqeri që qinësia e mirë thon ata, por konkretisht është Kosova, pse nuk janë ndan kryeministri ynë? Ky është i gjithë thelbi. Nuk ka një shpjegim. Pse nuk e ndan? Nuk di ta them. Qartë. Po që është e çuditshme është sepse duhet ketë një... Ke ndërhyrje të shkurtër, se duhet pyes Darditin për këtë. Ajo siç e preku dhe Gjoj,
Aleanca Rama-Vučić, dhe sidomos artikulli në gazetën gjermane, gazetën më prestigjioze gjermane, ka qenë thjesht mbështetje ndaj Vučićit dhe Serbisë, dhe gjithmonë kur Vučići është gjetur në situatë vështirë, në presion të Bashkimit Evropian, Rama ka qenë ai i pari që i ka dalë në mbrojtje, dhe synimi kryesor i atij artikulli të përbashkët ka qenë goditja e Kosovës, sepse nëse ti kërkon heqjen e vetos, kërkon shfuqizimin e artikullit 35 që ka kusht të panegociueshëm marrëdhëniet me fqinjet. Dhe kjo ka qenë ndihma për Vučićin, dhe kjo ka ndodhur jo vetëm në këtë rast, po sa herë Serbia ka qenë në kushte të vështira. Futet Rama. Po, për shembull, kemi Banjskën në shtator të vitit 2023, doli Rama dhe e relativizoi, tha shtoke askujt. Kur Bashkimi Evropian kërkonte sanksione ndaj Rusisë, thoshte Rama që ne duhet ta mirë kuptojmë Vučićin, sepse e kanë marrëdhënie shumë speciale. Edhe vetëm kjo, por kjo ka ndodhur në vazhdimsi. Edhe pas duhet ta prek pak atë deklaratën e famshme të vitit 2014, Aulon, ne duhet ta dimë se pas asaj deklarate që për mua ka qenë e dakorduar për të shitur patriotizëm, pas konferencës së shtypit ata shkuan në aheng dhe kanë kënduar bashkë me Ivica Dačićin. Këngë çetnike. Eksakt. Po. Ardit, këtu doja të pyesja edhe ty, do më bëje komentin çfarë kesh menduar, por domethënë a mendon që ka një lloj prapaskene kjo marrëdhënia midis Ramës dhe Vučićit, sepse nuk më shkon domethënë gjithë panorama që bëri Gjoj, që për mua ishte shumë i saktë, nuk më shkon se tani ti del bën një editorial, pastaj thu do mbroj Kosovën, pastaj thu domethënë kupton nga kjo histori. Mendimin tim Vučić dhe Rama në këto momente janë duke konkuruar me njëri tjetrin se kush do dalë i pari në opozitë, për mendimin tim. Situata politike nuk i kanë të mira asnjëri as tjetri. Po kanë vitën pushtet me ardit, kjo është ideja. Po, edhe domethënë kjo i gjatësim pushtet me sa duket ka qenë pjesë edhe këtyre planeve ndërkombëtare. Domethënë ka pas rakordim afatgjata, po patjetër. Me njëri tjetrin. Patjetër që ka pas rakordim, edhe këta që në atë vit që po flasim që po referohemi vizitës parë, se Rama ka qenë vizitë e parë e Ramës si kryeministër jashtë shtetit, edhe ka zgjedhur Serbinë në atë kohë të vizitoj si kryeministër i Shqipërisë. Vizita më për mund të jetë. E mbajmë këtë fakt edhe ka zgjedhur Serbinë. Në këtë aspekt pra vizita parë ka shkuar atje. Po, si kryeministër i Shqipërisë, vizita e parë që ka bërë jashtë shtetit, si kryeministër i Shqipërisë, Rama ka qenë në Beograd. Shumë interesante kjo. Duhet ta lidh këtë gjë. Këta të dy kanë pasur një marrëdhënie më shumë se vllazërore, se dhe Rama vetë ka quajtur vlla Vučićin edhe mik Albinin në autoironitë e tij. Duke lidhur edhe me aktualitetin, gjykoj që si Ramës edhe Vučićit i ka ngel veç një tezë, ajo e stabilitetit të rajonit, pra këta të dy këta e kanë pas si tezë, domethënë si asnjë. Domethënë këta të dy e kanë stabilitetin në dorë. Pra këta pretendojnë se mund të kenë stabilitetin e Kombëtarit Ballkanit Perëndimor, si dy shtetet më të fuqishme, po duam të themi. Po. Kështu që në këtë aspekt mos harrojmë edhe akuzat që i ka bërë Vučići javët e fundit edhe muajt e fundit për një armatosje të boshtit Kroaci, Kosovë, Shqipëri. Pra Vučić e ka zgjeruar edhe më tej edhe retorika e tij është goxha agresive. Ka futur dhe Kroacin. Ka futur dhe Kroacin këtë mes. Kroatët janë përgjigjur, kryeministri kroat i ka kthyer përgjigje Vučićit në këtë drejtim. Vetëm për fakt, është në Kosovë në 13 shtator. Jo, jashtë shtetit tha, jashtë shtetit. Po Kosova është e jona tani, nuk diskutohet. Mirë është Brukseli, Belgjika, 17 shtator 2013. Kjo prapë për fakt, jo për Brukseli tani është pjesë e institucioneve, domethënë që ne kemi pas raporte. Po jo, dakord, e Gjoja futi më është një listë thjesht për kuriozitet dhe kërkova. Jo, shumë dakord jam, por ai e bën një figuracion nga përshtypje. Për mua rëndësia domethënë aspektin e në rregull. Tani duke parë edhe këtë editorialin e përbashkët, unë shumë e shoh si goditje të fundit, se si një presion të fundit që këta të dy janë duke i bërë Bashkimit Evropian. Pra, mund të bëjnë presion Bashkimit Evropian. Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor e kemi dëgjuar me korrigju kufit, apo jo? Pastaj bën këtë mini Schengenin ballkanik. Për Ballkani hapur, i Kosovën. Po. Tani është editorial, domethënë kanë ngel të editoriali. Se nga ndryshimi kufive, kanë ardhur duke degraduar domethënë. Kanë ardhur në firo. Okej. Avokat, kemi nevojë për ekspertizën tënde, domethënë se si e shikon këtë moment. Mund ta them që se duhet kaloj te Amerika më saj, se duhet ta mbyll këtë temë. Mos harroni asnjëherë që
Rama drejton partinë e themeluar nga serbët në 1941 8 nëntor. Dhe nga 8 nëntori 41 deri më sot e gjithë politika e kësaj partie ka qenë politika e Serbisë. Jo Jugosllavisë, e Serbisë, më shumë. Çdo me thonë, ku është ndryshimi i Serbisë dhe Jugosllavisë? Serbia ka qenë një entitet brenda Jugosllavisë. Po. Jugoslavia kishte edhe kroat, kishte edhe shqiptar, kishte edhe bosnjak, edhe musliman, kishte edhe sloven. Dhe mund ta them me plot gojë që projekti për Shqipërinë është mbuluar gjithmonë nga serbët, edhe UDB-ja ka qenë e kontrolluar nga serbët, dhe historia jonë është një histori e një Dordoleci që komandohej nga Serbia. Dhe në 2013, kur erdhi Rama në pushtet, njerëzit kanë harruar që shqiptarët në 2013 konsideroheshin faktori kryesor i stabilitetit në rajon. Po. Në vitin 2019, Serbia ishte faktori më i rëndësishëm në Ballkan dhe të gjitha projektet që ndodhen mas ardhes së Ramës dobësuan faktorin shqiptar në rajon, e përçan, dhe jo vetëm nga Rama, kuptohet, ishte një projekt më i madh, por në thelb në fund fare rezultoi që Serbia ishte superpotenca e Ballkanit. Aleanca Shqipëri-Kroaci-Kosovë nuk është projekt shqiptar, është projekt gjerman dhe i Emiratimin Amerikan, i cili, si thosh, është i vetmi projekt që është imponuar shtetit tonë dhe ka një kontradiktë të madhe midis ekzistencës të kësaj aleance dhe pozicionit e Tiranës, raport me Serbinë, sepse mos harrojmë para 24 orësh, kryeministri kroat, presidenti kroat, anulloi eventin ndërkombëtar, duke thënë që nuk mund të ftoj Vučićin këtu. Deri këtu. Po, Vučići ka filluar një armatim drejt për luftë, me këtë do e bëj luftë, o me shqiptarë, me kroatë, o me dy. Dhe në këndvështrimin tim, Rama në raport me Serbinë është plyshi Beogradit në gjithë kuptimin literat të fjalës, por asgjë më shumë sepse vazhdimi i asaj që ka qenë partia e punës. I Enver Hoxhës. Absolutisht. Dušan Mugosha, Miladin Popovići, këto emra. Absolutisht. Me retorikat e tyre nacionalistët e Enver Hoxhës të 81-shit, dhe që ne e dim shumë mirë se si bashkëpunonte rregullisht regjimi i Enver Hoxhës dhe i Ramiz Alis për të dhënë për të marrë atë tarratisurit. Shqiptarët vishin këtu në Dorzonin, ikishin shqiptarët ata e sillshin këtu apo. Dhe e vërteta është që Rama është, si thosh, drejtuesi ose pse është drejtori i agjendës Soros për shpopullimin e Shqipërisë, zbrasin e saj, dhe Serbia dhe Greqia kanë forcat e tyre përkatëse të interesuara në këtë gjë, që në këtë rast Serbia është në pushtet duke e bërë këtë gjë, raport me Shqipërinë, në Greqi ka forca që janë interesuar. Po Kosova, avokat? Kosova është kurbani. Ndërmjet Ramës dhe Vučićit e ka. Po, është kurbani, dhe unë kam trajtuar gjithmonë kështu që Sorosi për të gjetur pritjen e merituar në Serbi, du të ofronte si prik Kosovën. Po këtë s'mund ta bënte pa Ramën, dhe vetë lidhja Soros-Rama-Vučić ka qenë gjithmonë një lidhje që është publike, është zyrtare dhe prodhoi edhe projektin për të çarë kufirin, për të coptuar kufirin, ne bënim, doli firma e Soros që e bënte. Po mini Schengeni? Mini Schengeni ballkanik ishte projekti i rritjes së influencës totale të Beogradit në rajon, sepse ishte vetëm përfitues i Schengenit real dhe izolimi më i madh i Kosovës. Okej. Për ta nxjerrë jashtë editoriali tani së fundmi që ta mbyll me këtë. Për editoriali ka vetëm një fjali për ta mbyllur ciklin e editorialit. Po. Ishte thjesht një kurth ndërkombëtar për të përcaktuar që historia e integrimit evropian në Ballkan nuk ka nevojë për Kosovën, mjafton Serbia dhe Shqipëria. Ishte totalisht një thik për të shpjeguar që çfarë janë prioritete, çfarë janë të rëndësishme dhe çfarë është me interes për Europën. Kosova nuk hyn aty. Serbia është ajo që hyn bashkë me Shqipërinë. Okej. Vetëm një fjali. Po, një fjali se do të kthehem, jo do të pyes Altinin edhe herë. Për 13 vjet që ka qenë Edi Rama në pushtet dhe rilindja, sa deklarata pro shqiptarëve në Preshev, në luginën e Preshevës, Bujanovce, Medvegjë, ka bërë qeveria shqiptare. Atje është bërë pasivizimi masiv i adresave të shqiptarëve që janë hequr nga regjistrat. Shqipëria e ka detyrë, ka me kushtetutë mbrojtjen e shqiptarëve kudo ku janë. Kush është avantazhi më i madh i Kosovës për konsolidimin si shtet sot? Njohja ndërkombëtare. Sa njohje
për shkak të diplomacisë shqiptare janë bërë Kosovës nga 2013 deri sot? Sa njohje? Asnjë. Zero. Bilës kemi pas edhe tërheqje. Cila është avantazhi më i madh që mund marrë Kosova dhe në kuadrin e luftës në Ukrainë do ishte një antarësim i Kosovës në NATO. Sa herë ka kërkuar Edi Rama ose ka bërë presion për njohjen e Kosovës në NATO? Keni dëgjuar ju? Jo, nuk e kam dëgjuar. Asnjë. Atëherë kë interesa mbron ai? Ai mbron interesat e Serbisë. Okej, avokat. Shtetet Bashkuara të Amerikës tani nuk jemi te 1 prilli, po flasim realisht domethënë. Na thanë që deri në mars do kishim zhvillime. Në datë 26 dhjetor filloi countdowni në 10 ditor. Po. Dhe ju e mbani mend për plasën e Spakut me qeverinë shqiptare apo? Pa dhe reagimin e Ramës me ndryshu kodin penal, kodin procedurës penale, apo jo, i mbani mend gjitha. Patjetër. Po këto ishin akoma. Po, gjitha këto nuk kishin zhurmë bombash dhe raketash në sfond. Ditën që filloi lufta në Iran, Rama shpëtoi. Lufta në Iran dhe paqja në Shqipëri janë dy gjëra që varen nga njëra tjetra. Kur them lufta në Iran kam dhe me ironi me paqen në Shqipëri, sepse Rama, siç e kam deklaruar në këtë televizion dhe sidomos në gjitha emisionet që kam qenë me ty, Rama të gjitha vezët e shportës vetë të shpëtimit i ka çuar në Izrael. Ai ka dorëzuar Shqipërinë në Izrael. Ne kemi një qeveri gjysmë izraelite në kuptimin e personazheve të përzgjedhura pikërisht. Gjysmë izraelite? Po, kjo është. Se ke thonë herë këtë. Jo, kjo është qeveria e Izraelit, por ka pika të kyçi ka marrë totalisht Izraeli. Po të shohësh ministri i mbrojtjes është përfaqësues i zyrtar i kompanisë izraelite, koordinatori i kompanisë izraelite, të Ron Jeffet, që ishte një vjedhje e gjithë investimit turk në Shqipëri në 30 vjet. Ishte vjedhje e pastër. I morën gjithë investimin turk të mbrojtjes dhe adhuruan një kompanie me 500.000 lekë vjetra. Një kompanie izraelite që kontrollon sot gjithë industrinë ushtarake të Shqipërisë. Po pse mori ministrin e mbrojtjes këtu tani apo që është mori ministrin e drejtësisë që është një pastor sionist, partizan i shtetit Bektashi, që është projekt i Izraelit, apo sa shërbime inteligjente izraelite, mori ministër të drejtë të i brendshëm, një nga zyrtarët kryesorë të Sorosit, që falsifikonte të gjitha dhënat e kokainës dhe të mafjes shqiptare në raport me kokainën në Amerikën Latine në vitet 2014, 2015, 2016 në 3 raportet ndërkombëtare që prononte Sorosi për Shqipërinë, falsifikuar po them. Mori ministër të jashtëm një person që unë do ta quaj Shabat Goim në mënyrë se si ai është sjell paraqitur dhe komunikuar me Izraelin nga viti 2000. Po sqaroj pra këtë se në e lek kështu, çfarë do të thonë Shaban Goim? Shabat Goim do thotë shërbëtori të shtunës. Është shërbëtori kryesori një familje izraelite. Dhe po të shohësh gjithë kjo konfiguracion, çfarë thash unë? Mbrojtja, drejtësia, brendshmja dhe diplomacia. Kaq është Izraeli. Jo, kaq është shteti. Dhe kjo është qeveria e Izraelit. Dhe Rama ka hedhur gjithë investimin e vet në Tel Aviv sepse ka humbur të gjitha investimet që bëri Donald Trump gjatë vitit 2024 në 5 nëntor deri në momentin që Po ai ka Jared Kushner, nëse ka, nuk e ka. Një sekond. Jared Kushneri nuk ka ndikuar në asnjë lloj rasti që të thyej blokadën e Ramës në Washington, ju kujtoni? Ai ka dhënë Sezanin flas. Jo, po ja ti kujto që Sezani ka dhënë që 2024, apo? Është refuzuar në çdo takim. Dhe vetëm mënyrë që të ishte në bordin e paqes, mblodhi parlamentin, detyruar të faktorizojë dhe opozitën, mori dhe votën e Sali Berishës, që të ishte ai përfaqësuesi i Shqipërisë, sepse dije që ftesa do shkonte ke president. Dhe këtë e bëri për detyruar Amerikën që t'i thoshte, Amerika s'muftonte dikë që ka votuar parlamenti shqiptar se kush ka kanë gjendë Shqipërisë më marrë kështu gjëra, po. Është edhe anormale, më kupton? Dhe për ta mbyllur do thoja, në 10 ditë që është ndërprer kur filluan zhurmët e raketave, dhe po të shohësh ardhja e ambasadores amerikane nga Greqia në Shqipëri, atë natë, është pjesë e ndryshimit total të pozicionit të Amerikës raport me Shqipërinë, ku Spaku është zhdukur fare si pala që i shërben të Amerikës për goditë Ramën, tash i shërben Amerikës për të mos e goditë Ramën, sepse në kohë lufte, në kohë aleanca është prishura, të jepet çfarë Trumpi sot për NATO-n e tjerë, nuk vlen më fare të gjitha politikat normale. Jemi në situatë emergjente ndërkombëtare ushtarake. Trumpi tha që mund mbyllim luftën në Iran. Është lajm i mirë apo? Dgjoj, unë nuk besoj atë që do mbyllet lufta sepse nuk e dim. Okej. Nuk e dim. Ajo që dim është fakt. Spau ka i muj që nga Spak ka pak. Ka pak. Milaim, njëjtën pyetje.
këtë me 26 dhjetor nuk e di e ke ndjek, ta na thanë që në Shqipëri do bëhet nami për 90 ditë. Këtu bashkohem me avokatin, unë Pra, gjendje lufte, por çuditërisht gjithmonë kur Rama është gjendur në momente të vështira, ndodh diçka që ai e shfrytëzon në mënyrën më geniale, sepse ai është shfrytëzuesi, është gjeni i shfrytëzimit të konjunkturave dhe ai Izraelin e ka përdorur sipas meje thjesht për ndërtuar Rama Izrael. Absolutisht po. E ka përdorur thoni gjë shumë të madhe. E përdor afrimitetin me Izraelin, e përdor thjesht për avantazhin për urlitse me Washingtonin, kur i dështoi Meloni, e dështuan gjitha përpjekjet e tjera, plus edhe Sazanin që ishte i përfolur në media, po nuk e di që është në një diell i mbaruar, është ashtu pezull siç ka qenë. Kështu që Rama nuk e ka problem të ndryshoj flamujt, aleancat, njerë ka vlla Erdoganin, njerë Vučićin e ka përhershëm, nuk e lëshon asnjëherë. Erdoganin tani nuk e ka, po nuk e ka, tani e ka kaluar gjithë listimin. Turqi ka marrë nderin Turqi ushtarak, sepse kur Turqia ka ofruar asistencë ushtarake në Shqipëri, s'po themi Kosovën, po themi Shqipërinë, Rama ka marrë gjithë këtë investim dhe ja ka vjedhur Turqisë dhe ja ka dhuruar një armiku të Turqisë, që është Izraeli, një kompani shërbimi inteligjent e Izraelit. Okej. Po, ai ngelet gjithmonë një hap përpara, edhe vetë konfigurimi i aleatëve të zëvendësë ministres që duhet ishte në burg, flet qartë që ai e ka sfiduar SPAK-un, e ka sfiduar drejtësinë, e ka sfiduar atë Amerikën që ishte mrapa SPAK-ut, edhe sot është, unë e kam thënë gjithmonë që drejtësia, akti i parë i drejtësisë së re, Aulon, se ju keni qenë përfshirë ke teatri kombëtar, është shembja e paligjshme e teatrit kombëtar, ku në dijenin tim me maq informacione sa kam patur, ka qenë një dosje e kopsitur, dhe është shembull në mënyrë të paligjshme, duke rrezikuar jetë njerëzish në kohë Covidi, ku ka godit Fadroma, unë kam qenë tek teatri Kujtim Spajivogli. Drejtësia e nuk ka quar para drejtësisë ata që quan në priqen e teatrit. Për mua çdo gjë aktive që është bërë pas saj është jo serioze. Absolutisht. Dakor. Gjoj, nuk e di a ke ndjek pak a shumë deklaratën e Shtetet Bashkuara të Amerikës që u dhanë Shqipëri që deri me datë 31 mars. Se kam parë raportit, nuk e di nëse ma thua me dy fjalë. Kishte domethënë një ide që do bëj një lloj vetingu i kullave në Tiranë, i problematikave tjera që pastrimit parave etj, por me sa duket, domethënë nuk patëm gjë. Por kisha i pyetje tjetër, në fakt, këtë ta bëra vetëm për pastrim. Mund të flas edhe për këtë, po doja të pyesja, domethënë bie dakord me këtë logjikën që SPAK-u ka një muaj që nuk po ndërmerr veprime, si e shikon se je çdo ditë me lajme prandaj. SPAK-u ka goditur edhe kur është futur kjo ideja që po fle, megjithatë nuk dua të bëj parashikuesin. Jo, du mendimin tënd, se ti e ndjek lajmin çdo ditë prandaj. Unë jam konfident dhe mbështetës i SPAK-ut me gjithë problemet që ka, nuk them është një institucion perfekt, ka patur raste ku do duhet vepronte më shpejt, si që ishte për shembull task forca për parandalimin e shitblerjes së votës dhe krimeve zgjedhore, për mendimin tim nuk ka qenë në lartësinë e detyrës, megjithatë po të shohim ku ishim me drejtësinë dhe ku jemi, progresi është evident. A ka gjëra që mund të përmirësohen? Besoj se po. Megjithatë nuk hy tek mbështetësit e SPAK-ut, por jo tek ata që them që s'duhet të ketë asnjë lloj kritike, kritik brenda logjikës normale është e pranueshme për çdo kënd dhe për çdo institucion. Se dakon Shtetet Bashkuara dhe pastrimit të parave, administrata amerikane ka thënë shumë qartë, sot që flasim ka shqiptarë sankcionuar mbi motivet e pastrimit të parave në Amerikë. Dim gjithashtu që Shtetet Bashkuara kanë një vëmendje të veçantë edhe për trafikun e drogës në Shqipëri. Kujtojmë që një zyrë e DEA-s është hapur dhe në Shqipëri, ka një numër kontakti ku çdo kush që ka informacion mund të denoncoj, dhe për shumë deri para 10 vitesh ose 8 vitesh kishte një qendër në Greqi që koordinonte edhe punën në Shqipëri, por fakti që kemi dhe një zyrë, qoftë me burime minimale, nuk e di se sa
e zgjeruar mund të jetë, por fakti që ata harxojnë para për ta hapur një zyrë të DEA-s në Shqipëri, besoj që vëmendja ekziston. Megjithatë, pritshmëritë e publikut janë shumë të mëdha, pra koha e shpejtë, reagimi në një periudhë dhe është një shqetësim i drejtë, por kam përshtypjen që dhe SPAK-ut me aq burime sa ka, pra që ta kuptojnë dhe njerëzit që janë ndjekur, SPAK-u ka 20 prokuror dhe 50 agent të BK-s, dhe imagjino sa krime kryen në të gjithë Shqipërinë. Përsëris dhe njerë nuk është një institucion perfekt, por unë mbetem konfident se do të ketë rezultatet e mbi. Okej, Ardit, në fakt, do doja të pyesja dhe ti e ke ndjek me shumë vëmendje çështjen e amerikanëve në raport me Shqipërinë. Prisjen, kishe pritshmëri domethënë që do dilte në gjë, apo je dakord me avokatin që thotë nga që plasi lufta në Iran ndryshon edhe objektivat? Tani, të kthym përsëritje pak a shumë edhe unë te pjesa e avokatit, te kjo pjesë jam qëndroj sepse logjika thotë që në gjitha postimet që ambasada amerikane ka bërë, që ambasadës Donald Trumpit si presidenti i SBA-s, flasin totalisht për kartel, për krim të organizuar, për pastrim parash. Ishte edhe deklajni i kontrollit 90 ditor. Po, domethënë duke ardhur drejt Shqipërisë, kam përshtypjen se Amerika këtu në Europë flet nëpërmjet tjetër kujt, domethënë, jo vetëm pjesën e integrimit, por edhe në pjesët e tjera të kontrollit. Për shembull, Gjermania mund të jetë një nga ato shtete që mund ta ndjeki mesazhin e SBA-s kërshi Shqipërisë. Duhet të referojmë pak edhe një reportazh të publikuar ditën e djeshme nga Rai 3, që kishin bërë një dokumentar, një reportazh shumë të mirë për pjesën e pastrimit parave në Shqipëri, si po ndikon pastrimi parave, si po ndikojnë klanet, i referojt portit Durrësit, kontrollit portit Durrësit nga klanit Troptin, Doçi, kishin fut pjesën edhe të liderit Berisha, domethënë që e ka theksu dhe këtë pjesë integrimi rrezikohet nga kartelet. Pjesa tjetër tani... Jo, me që jemi të kartelet, domethënë se më ka bë përshtypje, kur jemi uru për 28 nëntor, për ditëlindjen e kombit ton, domethënë, na kanë vënë pa edhe kartelet e drogës. Nuk e di sa deklarata janë, por ç'pun kemi ne me këto kartele droge, domethënë. Pse na drejtohet Amerika në këtë lloj forme tani? Kjo është pyetja që kam unë. Tani duke u nisur gjitha dënave të jo, me vërtet do me thënë kemi kartele droge në Shqipëri, apo si funksionon, si e shikon? Kemi, quhet karteli qeveritari i drogës. Pasi fjala kartel do një shpjegim. Shpjegimi është një rrjet, nuk është thjesht një, dhe nuk është band, është më e madhe. Dhe qeveria kryen procesin infrastrukturor ndërkombëtar, sepse gjitha aparatet e drogës qarkullojnë këtë network. Shqipëria, ndryshe nga Amerika që ka naftën, që quhet petrodollar, pra ekuivalencë e dollarit, ndryshe nga Zvicra që ka arin, Shqipëria ka kokainën, në kuptimin literal të fjalës. Sepse kjo nuk është qeveri, kjo është një kartel që ka një territor dhe posudon këtë territor. Por për mbyllje? Paka shumë të pjesa e karteleve me këtë logjik, domethënë duhet i bashkuar me që Rama këtu i ka krijuar gjithë infrastrukturën e nevojshme. Pra është qeveria praktikisht kartel, se tani si ta kuptojmë. Po s'është qeveri, po është kartel. Pra dakord, pra, për t'ia shpjegu publikut më shumë. Ajo që kujtoni se është qeveri është kartel. Qartë. E u zgjidh. Okej. Përgjigjja e kësaj pyetje është shumë e thjeshtë, Orlon, sepse si asnjëherë tjetër nuk kam dëgjuar ndonjë deklaratë përshëndetëse, se deklaratat janë ceremoniale për festa dhe festa kombëtare, të futet një fjali e tillë. Përgjigjja duhet kërkuar ke ata që e kanë bërë këtë deklaratë dhe ata e kanë informacionin se çfarë ndodh këtu. Dhe asgjë nuk është e rastishme sepse ata janë institucione tepër serioze dhe përmes atyre japin mesazhe dhe tregojnë seriozitetin e tyre, qoftë ambasada, qoftë departamenti i shtetit, qoftë gjithë ata që e kanë bërë deklaratën. Kështu që kjo është shumë e thjeshtë, është pyetje retorike për mua. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi për pjesën e tretë të emisionit. Jemi rikthyer për pjesën e tretë të fundit me panelin, ndërkohë siç ju njoftova më herët, në pjesën e katërt të emisionit, pasi do ndjekim 2 inserte, do të trajtojmë një çështje tjetër në intervistë me zotin Ilir Goci. Ndërkohë, do doja që këtë pjesë të tretë t'ja përkushtonim Partisë Socialiste, sepse ndodh rëndom nëpër ekranet televizive që shumë emisione i përkushtojnë Partisë Demokratike për hir të vërtetës, opozitës, se si opozita është e përçarë, e shkatruar, e rrënuar etj. Ndërkohë,
unë kam menut kundërtën, do me thënë pjesën e tretë ja dedikojmë PS-s dhe zhvillimeve që ka pas në fakt. Kjo fjala zhvillimin PS duket i çik si fjalë e huaj, po tani kush është PS-ja? Tani këto pra që janë, do Spiro Pali që ka dalë kundër, nuk e di tani kjo Erion Braçe. Në dienin time i vetmi socialisti i fundit që ka ngelur në PS është Erion Braçe. Që është socialist. Që është socialist, që vjen nga Partia Socialiste, partia me emrin më të fundit. Po? Se kjo është partia e punës, faktikisht është partia e Miladinit dhe Dushan Mugoshës. Po? Ka ndryshuar emrin 3 herë, një herë në vitin 48, një herë në vitin 90, 91 në ndjes, edhe për herë të fundit në 2013 që e quajtën në rilindja atë. Tani duan të quhen socialist, po aty nuk ka socialist. Aty është sekti i mjaftit, sekti rilindas, dhe gjithë këta elementet që janë futur janë element central dhe socialist nuk ka. As Rama vetë nuk është socialist, ka asnjë lidhje me të. Po tani kemi Spiro Palin që po bën një farë politike brenda Partisë Socialiste, se s'duhet ja mohojmë domethënë. Së dyti kemi këtë Erion Braçën që është vetë ofruar për kryetar bashkie. Tani ka një teori, dhe këtë do doja ta ndaja me juve, që disa ndërkombëtar, se kush janë këto nuk e di domethënë, po ja hapim kështu, po shtyn një grup në Parti Socialiste që të bëjë një lloj separatizmi, domethënë. Asnjëri as tjetri nuk janë element serioz, qoftë Braçe, i cili gjoja bën zhurmë. Elisa Spiro Pali është një individ krejt pa peshë. Unë ne dim se si i kanë gjitë. Ishte kryetare kuvendit, ishte ministre jashtë. Absolutisht kukull. Kukull. Më serioze ka qenë Lindita Nikola se Elisa Spiro Pali. Për mua, mjafti, rilindja, nuk ka asnjë element socialist. Ata që janë Namik Dokle, janë Arben Malaj, janë ata që indjeri Andis Harasani që nuk është në të jetë. Ata ishin socialistët e fundit. Tjerët nuk janë asnjë. Nuk e di, shikon një lloj lëvizje pas. Shumë dakord që është pa peshë Spiro Pali. Po pra. Duket personazh që ka një lloj peshe, domethënë marr gjithmonë kontekstin e situatës politike atje ku dihet që një fjalë e Ramës e ndron goxha peshën, por nuk besoj se hyn tek njerëzit pa peshë fare, domethënë vetë karriera e saj në PS ka dhënë një lloj autoriteti, kujtojmë që ka qenë kryetare e kuvendit, që është një nga 3 postet më të larta shtetërore pas kryeministrit dhe presidentit. Dhe së dyti ka arritur të krijojë atë po them figurën e vetë brenda PS-s. Më vjen mirë që ndoshta dhe për motive krejtësisht personale, shohim disa grimca demokracie në PD në PS, ku të paktën po shprehet një lloj pakënaqësie për drejtimin autoritar nga ana e Ramës. Kujtojmë që transparenca ka qenë jo e pranishme, po dhe sherret sikur mbyteshin ato mbledhjet e Partisë Socialiste. Se takon Erion Braçës, tani për cinikët dhe kritikët është një shpërthim i kontrolluar. Vetë Braçe ka thënë që nuk po tallem dhe do ta çoj deri në fund, kështu që për pritur përgjigjen e kësaj besoj koha do të jetë treguesi më i mirë. Mbetet një nga socialistët që gëzon respekt, që t'jemi të sinqertë, ndoshta edhe nga kundërshtarët ja njohin një lloj atributi për të thënë disa gjëra ose për trajtuar disa tema që pse jo konsiderohen tabu, jo vetëm për socialistët, ndoshta edhe për demokratët. Kështu që ka një lloj karizme deri diku nga Braçe. Kështu që për ta parë nëse ka vërtet seriozisht apo jo, do duhet presim muajt në vijim. Po grupazhet e Erion Veliz, Belinda Ballukut, shikon apo nuk janë aktive? Në PS ka klane të konsoliduar. Pra mund të ketë deputet caktuar ose eksponent caktuar që kanë një raport deri diku pozitiv, por siç ndodh ndoshta edhe në PD nuk ka një fraksion të mirëfill që të kundërshtoj një politikë zyrtare. Pra mund të ketë deputet që janë pjesë e një lloj mirëkuptimi, një lloj raporti të mirë, po kjo nuk është një strukturë e qëndrueshme politike dhe besoj se mund të thyet me ndërhyrjet
e Ramës. Nëse Po këtë teorinë e ndërkombëtarëve apo për momentin është konspiracion, nuk ka fakte. Dakor. Ardit. Është një fjalë ide që shtoj se harrova. Po. Pra që ka shanse të bëhet kryetari i bashkisë, aq sa kam unë të bëhem kandidat i bashkisë për Tiranën. Pse mos kesh ti shanse? Për PS-n, si kandidat i PS-s. Për PS-n. Dakor, të e besoj. Në rregull, jo se ku thash domethënë ç'ne që Ardit. Po, don tani. Si e shikon duke bërë dhe paralelizm që ti e hape edhe temën aspektin në krahasim me Partinë Demokratike, aty kemi parë i luftë, domethënë epike, u bën kaq vite që tashmë Partia Demokratike ka pak kohë që ka rënë themi në një fazë qetësie. Një bashkim diversitet e ka quajtur lideri Berisha, bashkëjetesën e gjithë elementëve brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo dhe më tjetër. Duke mundat të Partia Socialiste, po të referohemi kryemëmbledhjeve të fundit dhe atyre pak gjërave, atyre grincave, demokracisë i quajti kolegu, po se dim demokracia është mbas edhe të vendosësh gishtin apo të përmendesh në një emër, po qoftë në rastin e Edisa Spiropalit apo të Erion Braçës, se shohim që emri vështirë se artikulohet nga këta të dy të paktën. Po të referohemi tjetër edhe në mbledhjes fundit edhe atyre që dolën, Edi Rama i kishte ndarë pak a shumë edhe këta brenda, i thoshte Damian Gjiknojli i kishte thënë ti mos përgjigj më, hiqe telefonin, mos përgjigj më, ndërkohë që Edisa Spiropalit i kishte thënë në mbledhjen më herët që sakatoj apo mbyllë gojën, nxjerr për jashtë presionin që i ka bërë Rama të vetëve, ka qenë total, domethënë si rrallë herë ndoshta që ne mund të kemi dëgjuar në historinë politike të Shqipërisë. Du të dalë të pjesa tjetër tani që është e vërtet. Disa këtu dhe u ludojnë pjesën që mund tjetë edhe një lojë Ramës për të krijuar i farpoli, ndoshta për të krijuar edhe këtë idenë që edhe Rama ka demokraci brendshme. Por që në këtë rast, unë më shumë du të shkëpustit të Spiropali, duhet të ngelim aty, mund tjetë ndoshta edhe një tregues që ndërkombëtarët mund të kenë shtyrë këtë drejtim të Spiropali, pasi edhe heqja e saj si ministre jashtme pa një shkak të arsyeshëm, mund të themi që mund të ishte si xhelozi e Belinda Ballukut, po nuk besoj se mund të ishte vetëm kaq. Heqja e Spiropalit, aty mund të ketë pas diçka edhe më shumë. Pjesa që kjo foli tha, unë jam shqip folse, jam anglisht folse, po jam edhe shqip folse, aty tregoj, domethënë ndoshta tregoj pak që mund të ketë një farë rezistencë tek pjesa e Spiropalit, por që të reagimi i fundit unë do të veçoj vetëm një moment për te gjithë ati mesazhet gjatë që nuk përveç retorikës mund të ishte 80%, gjithë ati shkrimit edhe mund të ngelte vetëm 20% ati që ishte mund të ishte thelbi, unë do të përcaktoja tek pjesa e organizat kriminale. Ato fjalët që ajo po përdoret aty në të shkruar ngjasonin me atributet e një organizate kriminale. Për pjesën e heshtjes, që këtu nuk ngrihet kush, nuk flet kush, duhet të marrësh formën e enës. Ishin disa terma që për mendimin tim në politik mbase janë pranueshme, po në organizat kriminale ato janë thelbësore. Qartë, pra ka shpjeguar qeverinë me mafjen këtë rast. Për mendimin tim ishte pak a shumë i paralelizëm. Okej, avokat Partinë Socialiste. Po, në këndvështrimin tim, evolucioni erdhi si një parti që kapi shtetin, pastaj shteti u kthye parti. Është një përbindës që u krijua dhe pastaj e gëlltiti partinë. Aty nuk ka më Parti Socialiste. Tashmë është bërë fet shteti për shkak se ky është një kartelë, siç e thash, dhe vetë struktura e organizative politike tashmë në formë shtetërore. Nuk është më në formë organizate jashtëtetërore që kontrollon shtetin, është e kundërta. Është vetë partia, është vetë shteti. Po jo në kuptimin parti-shtet. Po struktura që menaxhon Edi Rama është një strukturë me një organogram të bazuar tek i shteti, në kuptimin ajo që ishte shteti. Dhe aktualisht gjithë struktura përkatëse është një si thosh ngërç për shkak të goditjes që mori nga Amerika Rama në muajin dhjetor janar shkurt në raport me Belën, dhe Bela e fitoi atë betejë për shkak se materialet që ajo disponon për Ramën, të cilat janë si thosh mjaftueshmërisht shpëtuese për Belën, sepse Bela e di që projekti është që nuk del më nga burgu. Po fut. Ajo vdes, edhe azgjësohet. Ajo po lufton për jetën e saj. Dhe ajo është kapur fort ke Rama dhe i thotë Ramës o bashk të dy, dhe në këtë moment unë mendoj që është dhe zëvendës kryeministre hije e Shqipërisë,
po jo një qeverie, po e kartelit gjithmonë, dhe është personi më i fortë aktualisht në PS. Spiro Pali nuk është personi i fortë në këtë vështrimin tim, është thjesht një figurë mediatike, sepse paraja është gjithçka. Bela ka kontrolluar parat, ka kontrolluar pushtetin, sot ka caktuar drejtor policie, atë që donte ajo, këto e kanë paralajmëruar para një muaji dhe njerëzit po qeshin partitë si e gjete. Nuk bën ne gjetje të madhe. Po, se bëni status. Para një muaji. Po i thash nuk do ne shkencë. Një gazetar po ta them live se s'ta kam thënë kështu miqësisht, më kërkoi, tha, ai thudot avokatit tha që të heq statusin. I thash, në jetën time nuk jam marrë me këtë punë. Në jetën time s'kam hequr status. Personin, edhe unë që s'merrem, po edhe ai që si heq statuset, e kuptoj. Gazetari shumë i rëndësishëm i kronikës, kujdes, ka kërkuar. Po s'peja them emrin. Po s'ka rëndësi, po. Dhe unë nuk bëra asnjë gjetje të madhe. Thjesht unë di lojën, di që Çorol ka Belinda në lojë, çfarë aktorësh ka dhe kush do bësh drejtor policie. Normalisht që do dinte ajo se kush do bëj. Ajo do e përcaktonte. Kush është njeriu më besnik i saj? Ishte ai do bëj. Dhe nuk është puna se u bëj Belindës. Vetë Belinda nuk është Belinda, ta shpjegojmë këtë gjë. Është një midis bandave dhe është edhe lumë shërbimet tuaja. Edhe me shërbimet tuaja. Po, dhe godita se ka ardhur nga jashtë, nuk ka ardhur nga brenda. Dhe dosja e saj është ndërtuar nga jashtë brenda, ashtu si dhe me Agaçin, me Agasin, pasi vetë, siç e kam shpjeguar në një moment tjetër, dhe Agaçi vetë është një personazh i lidhur me shërbime. Problemi kthehemi ke Partia Socialiste, ish Partia Socialiste. Aktualisht në këtë fazë, në këtë çast që ne po flasim, nuk ekziston në asnjë lloj kuptimi koncepti parti. Nuk ekziston më si parti. Mendoni pak një strukturë shtetërore që ka krijuar mekanizma, departamente, siç ka një strukturë shtetërore, ka shpjeguar Max Weberi. Dhe vetë forma e drejtimit, menaxhimit, pushtetit që ndërton Edi Rama në këtë lloj, si thosh, menaxhmenti, është menaxhmenti që po përdor shtetin si format kontrolli politik, pa shumë patronazhimi ç'është. Është strukturë jo shtetërore. Është e gjitha strukturë brenda shtetit. Janë punë ato. Po, pra nuk është parti shtet, ma kuptoj. Është shtet parti, ose më saktë shteti që kryen funksionin e partisë. Absolutisht. Dhe dua t'i kujtoj njerëzve dy detaje që nuk i mbajnë mend dhe janë të konfuzuar nga 36 vjet lavazh truri që ka bërë klasa politike. Partia punës nuk ka qenë kur e ligjshme në kohën e komunizmit. Ka qenë e fshehur. Enver Hoxha nuk ishte kryetari i partisë në pushtet. Se njerëzit kanë ide që u kanë rrejt njerëzit 36 vjet. Në Shqipëri ka qenë një organizat tjetër, Fronti Demokratik. Ajo votoi në zgjedhje. Partia Punës ka qenë si parti komuniste ilegale, nga ato struktura tipike të errta, të tipit masonerisë, si një projekt totalisht i agenturave serbe në atë kohë dhe franceze, dhe gjithë historia e 44-46-s është që partia ka qenë ilegalitet. Për herë të parë është marrë vesh që kjo parti është tashmë 48. Dhe pse kjo parti nuk ka marrë kur pjesë në pushtet? Ka përdor Frontin Demokratik. Për të votonin shqiptarët në zgjedhje. Po pse s'ka marrë? Sepse kjo vetë si parti, si strukturë, është një kancer i huaj, i cili është tamam si një projekt i huaj ndërkombëtar, i cili ka synim pikërisht të realizojë një projekt. Dhe në rastin konkret që ne jemi ke Rama, kjo ka marrë formën e vërtetë. Kjo parti nuk ekziston më. Në kuptim literal, sepse ka qenë ilegale, edhe në kohë të komunizmit. Vërtet shkruan kushtetut. S'ka ekzistuar asnjëherë. Sepse ekzistonte si ideologji në kushtetut, lexoj kushtetut. Po jo legalisht. Por jo legalisht, prandaj nuk i fuset dot burg. Dhe për ta mbyllur argumentin, do thoja që të gjithë ata që bëjnë analizën në Shqipëri ngatërohen pikërisht te koncepti se jam mësuar me libra shkolle dhe mendojnë që flasin për shtet, për parti, flasin për ndërkombëtar. Në Shqipëri nuk ekziston kjo gjë. Kjo është një territor i pushtuar nga një kartel që bazë të ekonomisë ka kokainën, kjo e mban dollarin, kjo e mban euron ato çmime. Euro ka shku pikado apo? Po është kokaina pra që. Dakor. Dhe për ta mbyllur do thoja që hiqni dorë nga diskutimi që në PS mund të bëjmë analiza. Kemi thjesht një zonjë të haremit të Rama, që është Belinda, e cila ka kapur sultane fort me ca dosje dhe thotë më merr me vete se unë siki atje do vi bashkë me ty, por të gjithë të tjerët si personazhe, me braçe, me çfarë dush ti, janë të gjithë hanëmet, janë çingijet, janë eunukët e një haremi, pasi gjithë Shqipëria funksionon si kjo bordello. Okej, faleminderit avokat, do doja t'ju falenderoj të katërve që ishim në studio, zotin Milein Neli. Faleminderit që mbët pjesë Aulor. Ardit Zeneli nga Syri, faleminderit, Gjoj Malësia nga Top News, faleminderit që ishim në sot. Faleminderit që më dhe kënaqësi në një paneli kaq euroskeptik. Faleminderit. Tamam nga vendi i dur. për kontributin. Nderuar miq, ne do ndjekim dy inserte, do ju njohim me pasaportën europiane
të një ure ku kalojnë çdo ditë 30 nxënës. Është një urë me drasa faktikisht dhe kalojnë nxënësit me fugon për çdo ditë. Po jo vetëm ata nxënësit, po e mora si etalonët, kalojnë edhe makina tjera, unë kam kaluar me makinën time dhe do të shikojmë dhe një insert të dytë sa i takon plerave në qendrën historike Albanopolis. Nga aty ku ne kemi marrë emrin Albania, do të shikojmë se si digjen plerat. Si projekt artistik duket. Po pra, prandaj kam zgjedhur të dyja, domethënë. Bëri një bunker me rrobat e Gabit. Kjo është Shqipëria e tij, kjo është. Djegim këto dy inserte dhe rikthehemi për pjesën e fundit të emisionit. Pikërisht në këtë urë kalon fugoni për transportuar 30 fëmijë të paktën të fshatit Suk Vendas, të cilët kanë zgjedhur të shkollohen në fshatin Bupsh, dhe ata për çdo ditë kalojnë në këtë urë me fugon. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në fshatin Suk Vendas, njësi administrative Kodër Thuman, Bashkia Kruj. Ndodhem pikërisht në këtë urë, e cila shërben si një urë lidhëse komunikimi midis fshatrave të Gramzës, Suktit Vendas dhe pjesës tjetër të Ishmis, apo që na lidh me pjesën tjetër të Durrësit. Këtu kalojnë makinat. Po, është e vërtet. Këtu kalojnë makinat në këtë urë, e cila është e arnuar, siç e shikoni, pra këtu ka një kompensat. Banorët po ashtu vetë kanë ndërhyrë duke vendosur një kompensat tjetër këtu, dhe këto terrasa që janë të gozhduara, pra siç e shikojmë gozhda këtu, gozhda këtej, shërbejnë këto, pra drasa këtu dhe drasa këtu, shërbejnë pikërisht për të kaluar gomat e makinës. Në këtë pozicion ku ne jemi, ndahen dy bashkitë me njëra tjetrën. Pjesa këtej i përket pikërisht bashkisë Krujës, sa pjesa në të djathtën time, siç e shikoni, janë fshatrat e Ishmit, njësisë administrative Ishëm që e kap në vetvete Bashkia Durrësit. Për të lidhur dy bashkitë, Bashkia Durrësit dhe Bashkia Krujës, makina do duhet që të kalojnë për çdo ditë në këtë urë që nuk ka asnjë element sigurie, fare. Pra, makinat, jo këmsorët. Këtu nuk ka asnjë element sigurie. Pyetja ime që kam publikisht për kryeministrin, i cili na ka ofruar zgjedhjet e fundit konceptin e pasaportës europiane dhe Shqipëria në Bashkimin Evropian 2030. A ka në vend tjetër të Europës Perëndimore apo të Bashkimit Evropian që ka këtë urë, këtë lloj ure me këtë lloj standardi sigurie që të kalojnë makinat? Në rast se është përgjigja po, ne do ta pranojmë. Në rast se është përgjigja jo, atëherë të merren masa dhe të ndërtohet një urë denj për të kaluar këtë lumë që shikoni këtu, që është sigurisht shumë i rrezikshëm kur ka prurje të larta dhe nuk mund ta mbaj dot kjo lloj ure që kemi këtu. Kjo urë duhet mbyll për mendimin tim edhe për këmsorët. Pra të ndërtohet një urë e re që të lidh Bashkinë e Durrësit me Bashkinë e Krujës. Ju përshëndes të gjithëve, ndodhem në fshatin Halil, njësi administrative Fush Kruj, Bashkia Kruj. Halili një ndryshe edhe si Albanopolis, vendi ku ne kemi marrë emrin Albania dhe njihemi ndërkombëtarisht. Shumë pak metra prej këtu ndodhet edhe kalaja e Zgërdheshit ose ndryshe kalaja e Albanopolisit. Por qendra e Halilit, siç e shikojmë, kjo është rruga me asfalt në këtë krah, pra rruga që çon kalana e Albanopolisit dhe në pjesën tjetër është shkolla e Halilit, siç e shikoni, pra jemi me fëmijët e shkollës 1 vjeçare, ndodhet pikërisht ky pirg me plera që shikojmë këtu. Dhe sot është ditë me fat sepse janë pastruar plerat në këtë lloj mënyre. Ka ardhur Fadroma dhe i ka shtyr plerat pikërisht në këtë prrua që un kam pas shtëpinë time. Ndërkohë, nuk është marrë asnjë mas për pastrimin e këtyre mbeturinave. Është kthyer në një landfill kjo cop toke këtu, pranë kësaj gabine elektrike, dhe është e pakuptueshme se si trajtohen në këtë lloj mënyre këta banorë të kësaj zone shumë fisnike, duhet thënë, ku ja lën plerat pikërisht këtu. Është vatër smundjesh, infeksioni, epidemie, sepse nxënësit e shkollës pasi dalin nga mësimi vinë dhe lëvizin pikërisht në këtë territor. Ndërkohë, këto plera është gjetë një mënyrë e çuditshme, të cilat të merren dhe hidhen pikërisht në këtë prrua, i cili kur vërshon ka probleme të tjera pastaj. Pra siç e shikojmë, janë banorët sigurisht nuk kanë ne mundësi tjetër dhe i hedhin këtu, por sigurisht që kjo i mbetet në dorë pushtetit lokal për t'i dhënë zgjidhje këtij momenti. Pra e shikojmë gjithë të zonë është me plera. Pra shkërkojmë ne edhe nga turistët në këtë rast, për të ardhur turistët në Albanopolis, kur ne i ofrojmë pikërisht këtë pirgje me plera. Është e paimagjinueshme se si kryeqendra e Shqipërisë, e Ilirisë asaj kohe, ndodhet e mbuluar me plera.